dëgjon anije të kalë brenda Bangladeshi për të bërë qoka politike dhe spaku nuk i shikon më. Kemi seneratorin e Fierit Elbasanit që ja paguar lekët dhe nuk funksionon më. Po këto janë taksat e qytetarëve, për çfarë ndërtua spaku? Për çfarë ndërtua më? Kemi investitor strategjik që Belinda Balluku po jep nga mëngjesi në darkë. Po jep nga mëngjesi në darkë. Këto tokat e mia, se s'do të flas për veten time, se s'jam këtu për të folur për veten. Tokat e mia në Muzeqe, po mi merr Belinda Balluku, po mi shpërndan oligarkëve për vota sot që flasin bashkë me statusin e investitorëve strategjik ose hajdutëve strategjik, se kështu do t'u hapësh emrin. Ja kjo është më. Merr spaku në përgjegjësi penale kryetarin e bashkisë së Himarës për shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv, por nuk merr përgjegjësi penale ministre dhe bashkëshortin e saj për korrupsion aktiv. Po si të cilë, për çfarë me kë ka për korrupsion ky kryetari i bashkisë, se edhe në seks duhet një aktiv e një pasiv, edhe në korrupsion kështu është, një aktiv e një pasiv. Kjo është historia. Prandaj që gjitha këto të bëjnë, që ajo strukturë nuk funksionon. Me gjithë dëshirën e madhe që mund të kenë njerëzit pritshmëri, se u s'ka pasur një pritshmëri. Kështu që dhe zoti Berisha, në të drejtën e tij sot, një strukturë që ne paguajmë dhe nuk funksionon, punon për qoka politike, atëre, përse ne duhet ta paguajmë akoma? Kur ne mund ta ribëjmë në e para, me prokuror me djem dhe vajza, që duon të kontribuojnë për këtë vend, të cilët ka një farë backgroundi dhe ka një farë përgjegjësie për të ndërtuar këtë vend, to çojmë atje dhe të petur, se së fundi botës o Artin Dumani, o Bear Dibra, o Milonaj, o ai ta bëjnë. Jo, lërës se bën dot molla. Kërkojnë dhe mbrojtje e shtesë, këta se kërcënojnë. Po si kërkojnë skuna, kush e kërcënon ty më? Po ti ke prokuror që hoqin nga sistemi të krymeve të rënda, janë për Tiranë aty, edhe kanë të dhënë burgime të përjetshme gjyqtarët dhe prokurorët kanë hetuar dhe si ka gasmon njëri, ja ty ke në Tiranë, nuk ka vanjeri t'i vrasi ata. S'ka vanjeri t'i vrasi. Para një të qenë ap 100 vjeç, kish fut gjysmën e Shqipërisë me burg dhe kish pushkatuar 20.000 veta. Nuk 100 vjeç diç na Perëndia, nuk vati ta vrisë njeri në rrugë. Këta po kështu i kërcënokan këta. Po le mor tani se këto janë historira koti, nuk i beson më njeri më. Kuptoni çfarë niveli është flasim apo jo? Niveli mediokriteti është niveli qesharake. Si gjykoni lëvizjet e Erion Veliajt, i cili është përpjekur që të lëviz çdo gur për të fituar lirinë? Çdo kush që është në një masë sigurimi, siç është zoti Velia, nuk është herezi që të kërkoj lirinë. Dhe njerëzit për atë liri dhe arratisen nga burgu, jo më që ta kërkoj lirinë duke telefonuar bashkëshorten, vllajën, shokun, kushuririn e kështu me radhë. Por mënyra dhe rruga për të cilën ka zgjedh zoti Velia ishte një rrugë për mua e gabuar, sepse ai nuk mund të ta fitonte lirinë duke adresuar mediat që janë pranë tij, që ai ka mbajtur me parat tona, taksa paguesve, që të sulmonin prokurorin apo gjyqtarin e gjykatës posaçme. Pra rruga që ai zgjodhi ishte e gabuar, por fakti që ai kërkon lirinë nuk është e gabuar. Por njerëzit për të cilën ai telefononte bashkëshorten që duhet të shkonin ata dhe të kërkonin të ngrinin një alibi e kështu me radhë, ka qenë rrugë e gabuar. Erion Velia duhet ishte mbrojtur me avokat, duke rrëzuar pretendimet përse ai nuk duhet të rrinë mas sigurimi, sepse pretendimet për provat për akuzat nuk rrëzohen në këtë moment, ato do rrëzohen gjatë procesit gjyqësor, por ai duhet të binte gjykatën përse nuk duhet të ishte në mas sigurimi shtrënguese siç është arresti me burg. Kështu që ai zgjodhi rrugën e mënyrën kërcënuese, mënyrën që për mua nuk e ka zgjedhur as kriminalët më të mëdhenj që kanë pasur ushtrinë pas kriminale, dhe ata nuk e kanë kërkuar në këtë mënyrë siç e kërkoi zoti Veliaj. Zoti Velia kërkoi edhe në mënyrë kërcënuese, e kërkoi edhe në mënyrë politike. Në mënyrën politike isha ajo që thoshte bashkëshortes shko prit të takosh Alex Soros, mos shko te ambasada, se ambasada s'është më me neve se ka fituar Donald Trumpi, prit të tako ata Alexin, besoj keni lexuar ato, po. Tako Alexin ti se Alexi zgjidh këto punë.
Aleksoros. Pra edhe kjo është një mënyra më si thon asaj, më shpifarake në gjuhën popullore, sepse vërteton dhe një herë që drejtësia në Shqipëri dhe mënyra se si lirohen politikanët, u lirokan me qoka politike. Dhe kjo ka rrëzuar një herë e mirë edhe pretendimin që këta kanë ndërtuar një drejtësi të pavarur. Se në momenti që ti i thua njeriu tënd, pra numri 2 ose numri 1 i Bashkisë së Tiranës, bën ato kapërcime, duke thënë që takoj X-in Y-in, që unë të lirohem, se këto biseda kanë qenë në datën 11 dhe 12 në kohën që ai ishte ditën para masës sigurimit, shqyrtimit në masë sigurimit në apel. Dhe kjo ka qenë ajo për cilën sot i ka bërë të gjithë qytetarët, i ka bindur që Erion Velia, pas ka qenë një personazh të imase negativ dhe kush mjerimi madh nga kush është udhëhequr Tirana për 10 apo 11 vite e fundit. Prandaj që rruga që ai zgjodhi ishte një rrugë jo institucionale, jo e lishme, padyshim edhe një rrugë kriminale. Si është e mundur që e ka ndërmarrë një hap të tillë, ndoshta duke e ditur që edhe mund të përgjohet, apo ka menduar se ka aq shumë pushtet edhe ndoshta dikush i ka dhënë garanci se mund të fitojë lirinë? Shiko, ku shkoi Henry Kissinger, ka qenë diplomati më i madh në SBA, ka ndëruar jetë moshë 100 vjeçare. Dhe ku shkoi në Kinë për të parë, edhe i thot ai kinezi, o të Xiaoping, kush ish nga ata, i thot sa i shëmtuar je, i thoshte Kissingerit, i thosh, si ka mundësi që ju të qepen të gjithë femrat e botës më të bukura, ti je kaq i shëmtuar. Edhe ai thoshte, pushteti, tha ai, është afrodiozik dhe ta krijon këtë mundësi që kur ke pushtetin, ai më i shëmtuari të duket më i bukur, të duket më king, të duket më edhe punë e Erion Velis. Pushteti e bëri që të duke i fort, i fuqishëm, i bukur, pra kjo është ajo që të bën pushteti. Kështu që Erion Velia mendonte se kishte pushtet, por harroi që ai ishte i tradhtuar nga të vetët, ishte tradhtuar nga ministri i drejtësisë, ishte tradhtuar nga Edi Rama, pra ishte tradhtuar nga të vetët. Është si puna atyre që shkonin në kohën e komunizmit, Beqir Balluku me shok, shkonin në burg ata dhe i dërgonin letra e Roxhës, se Enveri nuk dinte gjë që ata ishin në burg, se fajin e kishte me Metsheu. Edhe puna e Erion Velis nuk e kishte kuptuar akoma, e këtë se fajin e kishte Sirmanja, jo mor, fajin e kishte Edi Rama, po se kishte Sirmanja. Kështu që historia përsëritet, po kur e kuptojnë këta shumë vonë, pasi ka marrë rrugtimin për mos u dalë në Hamburgu për sa vite.